Policia e Tiranës ka shpadur në kërkim 32 vjeçarin Kristian Latifa, i dyshuar si autor i plagosjes me armë që ndodhi një ditë më parë në hyrje të domjes, ku mbeti i plagosur 26 vjeçari Fabio Arifaj. Sipas njoftimit të policisë të Tiranës, ngjarja ka ndodhur në hyrje të fshatit Domje në një zonë të banuar, ku pas një debati të çastit mes dy të rinjve, 32 vjeçari Kristian Latifa i dyshohet se ka qelluar me pistolet ndaj Fabio Arifajt, 26 vjeçari, duke e lënë të plagosur. Pas të shtënave, autori i dyshuar është larguar me shpejtësi nga vetngjarja, ndërsa forcat e rendit kanë pritur menjëherë dhe kanë nisur hetimin për identifikimin e tij. Më vonë, gjatë kontrollit të zhvilluar në banesën e familjes Latifaj në Domje, policia ka arrestuar vëllain e autorit të dyshuar, shtetasin inicial pasi në shtëpi u gjetën dhe u sekuestruan armë zjarri, pistolet, një sasi municioni luftarak, 2 radiopolicie dhe sende të tjera të kundralishme. Burime nga hetimet bëjnë me dije se konflikti mes palëve ka nisur fillimisht në një ambient lokal në Domje dhe ka vijuar më pas në parkingun e një qendre tregtare, ku ndodhi dhe përplasja e armatosur. I plagosuri Fabio Arifaj është transportuar menjëherë në spital, ku po merr trajtim mjekësor dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ngjarja ka shkaktuar shqetësim të banorëve të zonës, ndërsa grupi hetimor në drejtimin e prokurisë të Tiranës po punon për dokumentimin e plotë të rrethanave dhe incidentit, identifikimin e personave të tjerë që mund të kenë qenë të përfshirë dhe kapjen sa më shpejt e autorit të dyshuar.